Tensionet politike në Groenland janë rritur pas hapjes së një përfaqësie më të madhe diplomatike të Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin Nuuk, një veprim që ka ngjallur reagime të forta nga qytetarët dhe disa përfaqësues lokal. Në ditën e inaugurimit, protestues u mblodhen jashtë godinës së re për të shprehur kundërshtimin e tyre ndaj planeve të Washingtonit për rritjen e ndikimit në ishullin gjysmë autonom që i përket Danimarkës. Organizatorët e protestës thanë se qëllimi ishte të dërgohej një mesazh i qartë drejt opinionit amerikan se Groenlanda është një vend demokratik dhe se vendimet e qytetarëve duhet të respektohen. Ata theksuan se çdo përpjekje për kontroll më të madh të jashtëm nuk është e pranueshme. Ndërkohë, disa nga firmat kryesore politike të Groenlandës, përfshirë edhe kryeministrin lokal, nuk morën pjesë në ceremoninë e hapjes, duke reflektuar distancimin politik nga ky zhvillim. Sipas raportimeve, Shtëpia e Bardhë kishte shprehur më herët interes për rritjen e pranisë amerikane në Groenland, përfshirë edhe shqyrtimin e opsioneve strategjike në rajonin e Arktikut. Kjo ka ngritur shqetësime edhe brenda NATO-s dhe vendeve evropiane. Situata mbetet e ndjeshme, ndërsa Groenlanda vazhdon të theksojë sovranitetin dhe të drejtën e vetëvendosjes përballë interesave të fuqive të mëdha ndërkombëtare.